إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح kur të bish në akşam me flet mos e prit sabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء e kur qohesh sabah mos e prit akşam dhe kjo është shumë e vërtetë sa njerëz i kanë rënë me flet me shumë plane me shumë ideja me shumë qëllime që kur qohen sabah kanë realizu e pa parë sabah ai te Zoti vetë ka shku sa njerëz janë çu sabah me plane dhe me qëllime e s'ka mujtë me mri akshamin ty e realizu asnjë për qëllimeve të veta. E pendimi është i kërkuar këto raste sepse gjithë na kemi mangësi dhe gabojmë edhe dobësohemi e të kërkojmë falje çdo herë kur shtrohemi në shtrat para te Allahu xhelal të pendohemi tek ai që nëse është kjo nata e fundit e jona që na e kemi Subhanallah. Shkojmë te Allahu të falur për mëkateve. E nëse na jetë Allahu të vazhdojmë me vepra të mira që mos kemi nevojë me kërku falje më tepër sa të kemi nevojë me kërku pranimin e këtyre veprave që na i bëjmë. Dhe andaj është thirrje që na ja drejtojmë besimtarëve vazhdimisht vetes edhe të tjerëve që për gjithë mangësitë që kemi të kërkojmë falje te Allahu të pendohemi tek ai para se me në radhë momenti i vdekjes sepse momentin që na vjen vdekja mo aty nuk ka dobi as kërkimi faljes as pendimi. Pas vdekjes sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir. Allahu pendimin e robit ti derisa nuk i vjen shpiriti në fytyrën e tij. E tash kur të vjen shpiriti në fytyrë me dal, atë pendimi nuk bën dobi. Për atë shkak na themi pendohu sa je gjallë, sa je shëndosh, sa je i pasur, sa je i pushtetshëm. Që në momentin kur dish në shtratën e vdekjes, të kujtohen veprat e mira që i ke bën më shumë se sa mëkatet tuaja. E të marrësh myshde nga Allahu xhelal se keni fund të mirë. Edhe kemi shku te mëshira Allahu që ka me të mëshiru. Ato që i ke bën ti ka falë dhe je penduar për tyre inshallah.